Sieger nach einstelligen Punkteresultat Damen Erwin Sinai. Der Sieger der heutigen Europameisterschaft. Përshëndetje, unë jam Leli Gega, trajneri i ekipit të Eposi, njëkohësisht dhe trajneri i ekipit kombëtar të kickboxit. Ekipi i Eposit është një ekip me një përvojë shumë të madhe, ku ka arritur të grumbullojë për mbi 5 herë titullin kampion kombëtar në Shqipëri, në qytetin e Durrësit, ku zhvillojmë aktivitetin tonë, por në gjithë Shqipërinë. 2 herë ka ekip mbar kombëtar nga të gjitha trevat shqiptare. Në të njëjtën kohë kemi edhe shumë arritje në nivel pasaj profesional dhe më gjerë, qoftë edhe në disiplinat si në boks edhe në kickbox. Për fat të mirë, në këto vitet e fundit, sporti i boksit, i kickboxit, po në përgjithësi artet marciale, kanë njohur një rritje. Kjo vjen fal punës të vazhdueshme, fal federatave përkatëse, mundimeve të tyre për ta zhvilluar këtë sport, po pa harruar këtu pa lënë menjan trajnerët, domethënë dhe patjetër ata që janë materiali i parë, i quaj unë sportistat, që dikush e nis për pasion dhe përfundon në profesion, dhe dikush e nis si profesion dhe i bëhet edhe pasion më mbrapa, por që mund të themi që ka një ritëm të mirë, të paktën për në Shqipëri. Për sa i përket përvojës time, unë kam një përvojë 15 vjeçare dhe kjo ka bërë që unë të rris shumë breza sportistash të cilët ndoshta sot nuk jetojnë në Shqipëri, por e ushtrojnë si profesion sportin e kickboxit edhe të boksit në shtetet përkatëse ku jetojnë, në Gjermani, në Itali edhe gjithandej, por në të njëjtën kohë kemi këto sportistat për të cilët ne vendodhemi këtu ku ndodhemi sot në Zvicër, që është Claudio Mucha, një 14 vjeçar shumë premtues, talent në kickbox. Kemi Ervin Sylen që boksoi sot dhe fitoi, e kishte ndeshjen e tij të parë, dhe pastaj shkojmë çik tek ato armët më të rënda që i quaj unë, Bujar Ekuri, i cili u ndesh në boks. Për fat keq, për shkak të një lëndimi, ndeshja u ndërprye, por Bujari sipas rregullave të boksit që janë zhvilluar matën pikët deri në momentin e ndeshjes, dhe Bujari është shpallur fitues për aq sa ka zgjat ndeshja deri në ndërprerje nga ana e gjyqtarëve. Dhe ndeshja e fundit dhe më e rëndësishmja ka të bëjë me një sportist shumë talentuar. Unë e kam thënë shpesh herë, këto ndoshta s'duhet ta them unë, duhet ta thonë tjerët, po pse mos ta them vëlla në fundit, sepse e kam rrit qysh fëmijë 9 vjeç, edhe ai sot është vetëm 18 vjeçar dhe ka marrë titullin kampion e Europe. Bravo, punoj ato, punoj. Voilà, shumë vej. Voilà. Dorën e majta duski. Ej! Pa, elektrik në shoj. Voilà, shumë bukur. Po e prapa te. Ani po e prapa se Unë mund të them që unë e zgjodha këtë sport për shkak
Për shkak të pasionit, sapo kam hyrë në palestrën e boksit, kickboksit për të parë mund të them që ndjeva një pasion për këtë sport dhe që ka qenë një nga dashuritë e mia të jetës. Unë mund them që me kundërshtarën na ndodhi një incident pasi ishte projektuar për një kundërshtar tjetër dhe jemi përgatitur për atë, por unë falenderoj shumë kundërshtarin i cili erdhi në moment fundit edhe u tregua një sportist i vërtet edhe me vlera të larta sportive që u paraqit edhe dha një ndeshje shumë të fortë, jo vetëm për mua, por për gjithë njerëzit që ishin pranishëm aty dhe mund them që të dy dham pa punën e të dy trajnerave tanë. Unë mund të them që unë gjatë vitit 2025 unë kam bërë rreth 15 ndeshje, cilat nuk janë pak, por që në 2026 do të synojmë më shumë edhe më lart. Atëherë ky është titulli i parë ndërkombëtar, por jo i fundit. Atëherë ne ngjojmë shpesh që gjithë thonë sa më lart. Edhe unë mund të them sa më lart, por nuk ka një definicion sa më lart. Edhe duhet që të arrijnë skenat ndërkombëtare dhe të ngrej flamurin shqiptar sa më lart. Për të qenë modest, patjetër që ishte shumë e rëndësishme, dua këtu përfitoj në rastit falenderoj edhe organizatorin e eventit për ftesën. Unë ka shumë vite që i them në Zvicër gjithë organizatorëve, ja u kam bërë si ofertë që veç ma gjeni ju një kundërshtar edhe nëse arrin ta mundi eri Lalen, ja puthi dyja duart edhe i them faleminderit për mësimin që po na jep. Unë kam udhëtuar po thuj se vendet më të shumta të botës kam mbrit deri në Tajland në One Championship që janë organizata ku shumë pak kanë shkelur shqiptar apo të tjerë. Kemi përfaqësuar Shqipërinë në nivele shumë të larta dhe nuk mendoj se ky ishte organizimi më i mirë i mundshëm, po ishte një fazë shumë e rëndësishme sepse eri Lala sapo ka mbush 18 vjeç. Pra kjo është një gjë që dua ta theksoj. I ka mbush në korrik 18 vjeç dhe një 18 vjeçar që ndeshet për titull Europe masi e ka bërë një karrierë në 9 vitet e tij, ka një background të madh, ka përmbi 50 ndeshje duke përfshirë këtu amator dhe profesionist, po i ka me këtë të sot me 13 ndeshje si profesionist dhe ka vetëm një humbje. Kështu që mendoj fundi mirë, gjithçka mirë, patjetër kemi marrë ato mësimet tona se edhe kur fitojmë ne mundohemi të nxjerrim mësime na fitoria duke parë ku kemi gabuar, çfarë duhet të përmirësojmë. Gjithmonë nëse duam të shkojmë lart edhe të shkojmë si të barabartë kur vjen puna në nivele europiane, botërore apo organizata shumë të forta siç mund të jetë Gloria apo One Championship ku është edhe aspirimi ku do na duhen edhe disa vite ti mbajmë aty para se me shkuën në to. Punonin këtë drejtim për të shkuar. Absolutisht po, dash Zoti për te impenjimeve që ata i kanë sepse janë vetëm 18 vjeç tash dhe tani sapo kanë filluar universitetin.
Pra paralel me shkollimin e tyre kanë edhe sportin dhe unë mendoj se është një brez ku fatmirësisht e them shpesh herë, shkoj me krenari dhe me kokën lartë kudo për Europë në aktivitete kampionate europian botror të boksit edhe të kickboksit normalisht dhe jam gjithmonë krenar për ta sepse janë duke bërë një ecuri ato çfarë neve ndoshta brezim s'ka pas mundësi. Këtyre ja u kemi krijuar me vështirësi, me suportin e prindërve të tyre, me shumë sakrificë dhe punë, por kush nuk dorëzohet diku ja del. Kjo është, unë nuk dojë quaja çelësimi i suksesit, po kjo është një gjë sepse duhesh patjetër ti ata, duhet ti motivosh, duhet ti japësh të kuptojnë se nëse janë duke bërë mirë atë çka janë duke bërë, nëse duhet të shtyjnë pak më shumë, kjo patjetër që është më se nevojshme. Unë e them shpesh herë, nuk mjafton nëse neve nuk duam të përcjellim një frymë të gabuar tek sportistat çfarë i servisim, nuk duhet me qenë aty te këndi edhe duke i gërthitur fort fut të bjeri, domethënë këto janë të një epoke tjetër, domethënë nuk është një sherr rruge, ku është një sport. Kjo është një lojë shau për mendimin tim që cili duhet të shfrytëzoj momentet e gabimet e kundërshtarit dhe edhe trajneri këndi i tij duhet të jetë patjetër i vëmendshëm që t'ja vëj në dukje këto sportistit lartë në ring. Do shtoja vetëm një diçka duke përcjell një mesazh për gjithë të rinjt, nuk ka rëndësi se çfarë sporti është, uroj shumë që përtej problemeve, përtej sakrificave, përtej gjithçka që neve kemi në atë Shqipërinë tonë, ose kur unë flem Shqipëri, beso është shumë i madh harta që unë kam në kokën time kur përmendi Shqipëri. Jo Shqipërinë administrative, pra për mu Shqipëri është Kosovë, është Maqedoni, është Malizi, është kudo ku ka shqiptar dhe treva shqipfolës apo minoritete shqiptarësh. Uroj shumë që i lusë gjithë prindrit t'i shtyjnë fëmijët e tyre të merren me sport, sepse është vetëm një alternativë që t'jenë të shëndetshëm, t'jenë fizikisht mirë, të rrinë larg veseve dhe rrugëve të këqija dhe për më tepër pse jo të bëhen edhe kampiona siç sot njëri prej tyre u bë, ja ka nis fëmijë 9 vjeç, nuk e ka ditë fare se ku po e çon kjo rrugë dhe sot është shpallur kampioni i Europës, kështu që